Do të shkojmë tani në Gjirokastër sepse sot sërish ka bllokim të rrugës Gjirokastër Tepelen në vendin e quajtur Shkalla e Zezë. Skarpata e rrugës tërshket vazhdimisht duke bllokuar kalimin. Në vendin e bllokimit është Entiola Budo. Entiola, të përshëndes, na dërgo se çfarë po ndodh aty. Ju përshëndes, u ndodhem pikërisht në aksin kombëtar Gjirokastër Tepelen në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, ku prej 5 ditësh kemi bllokim të herpashershëm të rrugës kryesore që lidh Gjirokastrën me pjesën tjetër të vendit. Momentalisht firmat kontraktore po punojnë për zhbllokimin e aksit. Kalimi e automjeteve bëhet vetëm në 1K dhe ka problematika që nga vendi ku ne ndodhemi, pra Shkalla e Zezë deri në hyrje të fshatit Hormov, ka problematika të rishitjes së derave dhe që kalimi bëhet me 1K. E njëjta situatë paraqitet edhe në Petran. Për të shkuar atje, të gjitha automjetet duhet të kalojnë në 1K sepse ka rishitje të herpashershme të derave. Herpashere krijohen edhe radh automjetesh, por që menaxhohen nga policia rrugore, e cila ndodhet në vendin e ngjarjes. Faleminderit Entiola që ishim së bashku në këtë lidhje të drejtë për drejtë.